Unë fillimisht nuk isha besimtar shumë, domethënë besoja në Zot, por vetëm kaq, nuk isha. Kur isha i vogël, shkoja në kish vazhdimisht. Kish ortodokse, jemi ortodoks. Dhe vija atje, bënim ato ceremoni, të vishesha me ato uniforme rrobat. Ndjenja kënaqësi shumë kur shkoja atje. Unë pata një bllokim i gjoksit, problemi i zemrës, dhe mjeku më tha me njerë duhet operohesh. Po. Shkova bëra analizat atje, dhe me njerë më thanë që duhet të operohesh. Ma futën në sallën e operacionit. Dhe atje nuk mbaj mend pastaj çfarë ndodhi, mbasi hyra në sallën e operacionit. Më operuan. Po. E kam të qepur me tela Wow. gjoksin këtu. Po. Por, gjatë këtij procesi, unë bie në koma. Okej. Bie në koma dhe ato u shqetësuan shumë, si që më treguan më pas. Gjatë kohës që kam qenë në koma, kam parë, e kam film të shumë emocione kur e tregoj këtu. Dhe mbaj mend që domethënë në kujtesë, ai ishte biri Perëndis, ai ishte një burr me veshur me uniformë, me kostum, me ato papionin këtu. Erdhi me karrocë, me 2 kuaj të bardhë dhe kishte një arkivol mbrapa në karrocë të vendosur. Ai erdhi në kryqëzim të rrugës, ndaloi atje. Dhe zbriti, erdhi në drejtimin tim. Po. Mu afrua aty afër. Dhe më thotë, Maksi, unë nuk kam ardhur të marr. Kam ardhur të them që ti do jetosh. Zoti ka thënë që ti je njeri shumë i mirë. Njerëzit janë lutur shumë për ty, sidomos djali ka qenë absolut. Ti do të shkosh këtej të më tregon rrugën në të majtën time. Kthej kokën, unë shikoj një kopsh me lule dhe pemë, jeshile, kështu. Kurse në krahun tjetër nga erdhi karroca, shikoj një rrugë që ishte shumë e prishur dhe në 2 anët e rrugës punonin maqineri me një zhurmë të tmerrshme. Njerëzit nuk i mbaj mend. Po. Por vetëm kaq mbaj mend nga kjo. Dhe sa u largua ai personi i Perëndis, ai ashtu ishte. Dhe dëgjoj zërin e djalit, Marientit, më thot, o bab, hapi syt. Merr frym. Dhe në këtë kohë, bëja të frymarrjen, një frymarrje të thellë, kështu edhe hap syt, shikoj vajzën që ishte në kedera e dhomës, në poqante ajo aty kështu. Edhe bëra me dorë, domethënë që të qetësohu, domethënë, po nuk flisja, se që isha shumë keq. Afrohet djali dhe më thot, mos u shqetëso, baba. Çdo gjë do të shkojë mirë. Mbas se më vjen, mbas u përmenda, më vjen ato kardiokirurgët. Njëri ishte me origjinë nga Egjipti, po kishte studiuar në Gjermani. Tjetri ishte shqiptar që kishte studiuar në Itali për kardiokirurgji. Dhe më thonë që, Maksi, ne ti hoqëm shpresat, të hoqëm nga listat e gjallëve, sepse ti nuk po jep një asnjë shenjë. Thash, unë
në jetën time di që kam bërë vetëm gjëra të mira. Nuk kam abuzuar absolutisht me asnjë gjë. Dhe ai doktori më tha, unë tha po flas pa doreza. Ne thamë që ti mbarove. I thash, po me erdhi nga lart. Me erdhi biri Perëndis, më tha jetë. Dhe këtë duhet ta besoni, i thash, sepse ke personin këtu, i thash, që është gjallë sot, i thash, dhe unë jam gjallë, i thash unë, vetëm nga prezenca e birit Perëndis, i thash. Jo, ju besoj, thash. Nuk s'kishte çfarë të thesh ai.